falenderoj edhe Ramën, qytetarët e Shqipërisë dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që sot janë me neve këtu, janë që të kërkojnë drejtësi për shqiptarët në Hagë që janë atje. Kurse turp i madh për Albin Kurtin që nuk është sot këtu dhe nuk vjen që të është bashkë me qytetarën e Republikës Kosovës. Turpi më i madh. Nuk besoj që ka dallime politike, nuk është me rëndësit për cilin subjekt politik i takon, mirë është me kanë këtu bashkë gjithë, sepse s'po kërkojmë diçka tjetër për post drejtësi dhe drejtësi. Kërkesa qytetarëve gjithmonë është e drejtë dhe mesazhi gjithmonë është pozitiv për ata që besoj fuqishëm që edhe Maqedonia, po edhe me tjera ku ka shqiptar në fund që mos ketë si ngjarësh, sepse unë mendoj që ata që kanë drejtë seli, pasi as nuk vetë vjenet, nuk janë për vete, janë në luftë çajt që kanë dhënë Kosovë. Domethënë, dënimi i tyre i rastishëm është dënimi gjithë edhe të dëshmorëve, të veteranëve, po edhe të gjithë qytetarëve të Kosovës.